mund të jetë lidhur një hipotoni, konkretisht nga rastet nëse ju keni trajtuar një rast të tillë, ose një hipertoni me një çrregullim neurologjik? Atëherë, hipotonia ose hipertonia mund të jetë idiopatike, siç e thash, mund të lidhet dhe me një çrregullim neurologjik, mund të jetë një paralizë cerebrale, mund të jetë një prematuritet, mund të jetë autizmi, ose edhe shkaqe të një anomalie gjenetike. E qartë, po nëse në momentin e trajtimit nga ana juaj vinë për fizioterapi, për trajtim fizioterapeutik, sa e vështirë ka qenë për ju trajtimi këtyre rasteve? Çdo rast është i veçantë. Zakonisht janë patologji të rënda që duan shumë përkushtim, terapi të gjatë që zgjasin shumë në kohë dhe duan dhe një ekip multidisiplinar, që do të thotë jo vetëm këta fëmijë kanë nevojë për fizioterapi, donjëherë kanë nevojë dhe për logoterapi dhe për terapi zhvillimi, që kështu lidhen të gjitha me njëra tjetrën.